Tre fitore, një barazim me 7-2 spata ka nisur për balet e parat me topin luajnë vendasit. Komplet sezonin deri tash Feronikli vetëm 14 gola i ka realizuar, i ka pësuar 37. Është skuadra me sulmin më të dobët në ligë, ndërsa Dukagjini ka 4 gola më shumë të shënuar, 18 e i ka pranuar 10 më pak 27. Topi do t'jetë për vendasit. Pasimin e drejtim të Mudralias, marrin Mudralia. Granit Musa. Shem njëre për lojtarëve më të dalluar tek Feronikli 74 është Granit Musa. Cia tani për mësaferët. Altin Mërlaku përpiqet që të vazhdoj aksionin Granit Elezaj, ka ndërhyrje të parregullt. Ja tani Bardhoku. Në 31 gusht vitit të kaluar, ndeshja e parë e këtij sezoni, Feronikli Dukagjini 0-2. Ndeshja e dytë e zhvilluar me 11, në fakt me 9 orë, kishte përfunduar 2-1 në favorin e Dukagjinit. Po shohim është goditje e lirë për skuadrën e Feroniklit 74. Ja ku është Vitor Hugo. Shkoj tek këndi Florent Avdyli. Ja krosimi, pra në këtë duel Fidan Recep do të drejtoj Feronikli 74, ndërsa Ardian Basha do të drejtoj skuadrën e Dukagjinit. Ngon pra në bank Ismet Munishi. Ja ku është Margono. Portier i transferuar së fundmi nga Dukagjini, mirë po del të jetë cilësor. Kampionati grek erdhi tek skuadra nga Klina. Mundësia e kundërsulit, mirë po pasime e pasakt. Ndërhyn Granit Musa, ja vertikalizimi në drejtim të Marin Mudralias. Përpjekje vendasve. Mudralia është mbi emri i Marinit. Është futbollist kroat, 29 vjeçar. Shohim këtë ndërhyrje.
Tjetër korner për vendasit, kaluan 5 minutat e para në Recep Recepi. Tek këndi Florent Avdyli. Krosimi i Avdylit, goditja me kokë, pret portieri Margono. Provoj Armend Halili. Zanimi i parë vjen në minutën e 6. Dhe atë nga Armend Halili. Mirë po goditjen e të cilët e priti pa problem Margono. Të vetë tjetë për Mysafirët, për 10 minuta e 7. Tun Bardhoku e këthen topin e lojnë nga Ansoria. Aktualisht është duke zhvilluar edhe dueli tjetër në mes të Suarekës e Gjilanit. Sa nesër dhe pas nesër do të zhvillohen 3 duelet e fundit të kësaj gjiroje. Nesër Drita Feriza e Malisheva Ballkanit, të hënën e kryen ndeshjen nga ora 20 në kryeqytet Prishtina Llapi. Tjetë rivali ansore. Është në përpjekjet e vendasve. Granit Musa. Tjetër krosem do t'jetë vetëm fundore, thot Visar Kastrati. Karen e tira ofërtive, Flaki vjene me letorit e Karen. Janë me 2 aty në, ka nevoj. Trydje Bardhokut me gjatë e mbajnë topin në pronësi vendasit. Pasimi për Muharrem. Edhe një top tjetër tek Muharrem. Pas vjen ky pasim në qendër. Largohet rrezikun nga mbrojtja ekipin nga Klina. Bardhoku gabon. Ka të tregohet Tun Bardhoku. Është pasër mundësia tani për të organizuar nga Mysafirët. Është ndërhyrje pa rregull të Granit Musës në Altin Mërlakun. Ja, kë pasim në zonë.
Rëshqet, Vitor Hugo. Dhjetë minutat e para kaluan Recep Recepi. Egzon Sinani. Pasimi për Ilir Sylen. Njerë Egzon Sinani. Kombinime të sakta nga futbolistët e Dukaçinit. Abeloja për Bardhokun. Granit Elezaj. Vjen kë Rosemi ullet në zonë, largon me njerë mbrojtja vendase. Egzon Sinani. Riz Gjemajli për Sinanin. Është Granit Dervisholli. Granit Dervisholli së fundmi mori në drejtim Veroniklin. Pozita shumë e vështirë për këtë skuadrë, vetëm të një mrekulli mund të shpëtoj nga rënja skuadrën nga Drenasi. Kundituar me topin, Egzon Sinani do tjetë ansore për vendasit. Ndërhyrja ka vol në fazën e sulmit. Marin Mudrazhia, e thamë 29 vjeçar, ka luajtur një kohë edhe tek Kastrioti i Krujës në superiorin e Shqipërisë. Veroniklit ju bashkua në janar të këtij viti nga ekipi Dubrava. Dubrava e Zagrebit. Në plan të parë, Hekuran Berisha. Që shpërtheu në pjesën e parë të kampionatit. Ka realizuar 6 gola. Sa tek Veronikli. Është Hasan Huseni që ka realizuar 4 gola.
Të pasim për para. Shumë aksione janë duke u zhvilluar në pjesëfushën ku luan Elezaj. Po shohim kaluan 15 minutat e para. Rezultati po e fillimit 0-0. Niset Elezaj, e fuqishëm është Granit Elezaj. Vjen krosimi i tij. Topi është në zonë që largohet me njerë. Bardhoku. Granit Elezaj, tjetër krosimi i tij. Dojnë atje për top në mes të Hegoran Berishës dhe kapitenit të Niklit Lapidar Ladrovci. Do tjetë korner. Si me shti lartë, vjen goditja me kokë. E më pas kë tem. Largojnë rrezikun vendaset. Bën Tun Bardhoku, ndërhyrja është pa rregullt nga Suhejl Muharrem. Tjetë goditje e lirë për Dukalgjinin, afër topit Altin Mërlaku. Kreatori fitores Dukalgjinit, madje me përmbysje ndaj Suharekës. Nga banka realizojnë nga pika e bardhë më pas super gol. Shënoj edhe nga goditja e lirë. Nis loja. Sakta kombinimet Musafire. Kë pasim më në krah. Aty ku është Met Millako. Largohet sërish topin nga zona vendase. Ka foul shkaktuar në Florent Avdylin. 31 vjeçari Florent Avdyli. Karriere bujshme e tij. Vitin e kaluar u transferua tek Feronikli nga Ferizaj, një rikthim i tij te kjo skuadër. Ja krosimi. Florent Avdyli është lojtar që ka ndjerësitur fanelat e disa skuadrave në vendin tonë. E në superioren e Shqipërisë luajti për Teutën e Durrësit. Karrierën e filloi tek Hajvalia. Ka luajtur tek Prishtina, edhe tek Drenica, tek Malisheva, Trepça e vjetër nga Mitrovica, Fush Kosova, kështu me radhë.
Disa periudha kore ka desilu fanelën edhe te Feroniklit. Ja, ky o mundësi. Nuk arrin që të rrezikoj lartë se Kolli. I vëmendshëm portieri Margono. 20 minutat e para kaluan. Që është në rregull me Erlis Gjemailin. Këtë kartoni verdhë. Ndërshkohet Armend Halili. Shohim se çfarë do të sjellë kjo goditje e lirë për ekipin mysafir. Afër topit Altin Mërlaku. Krosimi i Mërlakut. As pak i rrezikshëm, vetëm fundore për Simone Moskin. Përvonanjer Nikli që dalë për para. Harem është rrethuar nga tulitar kundërshtar, mirë po nxjerr goditje të lirë. Isha duke thënë të ndëruar shikues se Simone Moskin është portier italian, i cili gjatë karierës ti ka luajtur në për disa skuadra italiane, mirë po në Lituani. Ishte pa klub e në janar ju bashkua Feroniklit 74, dikur pjesë edhe e Kievos, e Kievo Veronës më pastaj. Ka luajtur edhe për ekipin e Pro Vercellit, edhe për Pisan. Ja tani Florent Avdyli kroson. I ktheje topi me fat, mirë po do tjetë vetëm ansore, as pak rrezik në zonat e të dy portierëve, vetëm një goditje deri tash, ajo minutës 6 kur Armend Halili gjuajti me kokë, mirë po goditjen e tij e priti portieri Margono. Kanë ndërhyrje të parregullt. Shohim me siguri në gjërim të përsëritur se çfarë ndodhi aksionin e pak më parshëm. Sa herë deri tash patëm ndërprerje të nderuar shikues.
Tham pak më herët Granit Dervishollin, tham së fundmi ka marrë në drejtim skuadrën e Feroniklit 74. Objektivi është i qartë. Përpjekja maksimale për të mbijetuar në elitën e futbollit kosovar, edhe pse do të jetë maksimalisht e vështirë. Po ka dhe shumë lojë deri në fund. Top në zonë nga Zekolli, ndërhyn Bardhoku. Semi për Musën. Harem, krosimi i lartë, mirë po nuk shfrytëzohet ai top. Kjo goditje as pak e rrezikshme nga Arlind Maloku. Ato tjetër përpjekje e vandazve për të rrezikuar portierin Margono. Granit Musa. Një Granit Musa, blokohet goditja ati. Shojmë dhe njerë. Ndoj që të lirohet Musa, mirë po në momentin e fundit goditja u blokua. Minuta 28. Ku është Florent Avdyli, e topën e lojnë nga Ansori, rona kthej Granit Musa. Tjetër pasim për Musën, i cili ka për Ansori, tani ndronë në duar dhe i takon në Dukagjinit. Minuta e 29. Minuta e 30. Ansore për Dukagjinin. Pamat moment të Musës e Granit e Lezajt. Revolucia për Dukagjinin, dalje shpejt për para, pasimi për Elezajn. Gjysmërshi i parë kaloi, vjen krosimi. Ka foul në
fazën e sulmit. Lirë është Musa, mirë po pasimi shkon në drejtim të Muharrem. Spak rrezik nga aksioni fundit i Veronikës 74. Rryrja e Musës. Ka fol shkaktuar nga Ekzon Sinani. Ekzon Sinani ndëshkot pra me kartonin e verdh. Marrin topin sërish mysafirët. E topi prapa tek Cyrus Margono. Reakcion i mysafirëve, minuta e 35. Shumë pak krijuar në fazën e sulmit deri tash të dyja skuadrat. Ja ky krosim i lartë. Spak rrezik. Në kundërhyrje të parregullt në Mërlakun, kundër sulmi vendasve. Niset Muharrem me vonesë vjen pasimi me gjatë besin përpara lojtarët e Veronikës 74. Muharrem është rrëzuar
Mirë për para prakisht u blokua topi. Në anën tjetër ankohet në ndim edhe Morlaku. Suki. 10 minuta në ndajnë nga fundi I pjesës së parë. Kur jemi pa avantazh numerik, 4-4, kemi një të kohë, kemi 4 minuta të kohë. Ka të fushë më ka. Pastaj edhe gjatë, pastaj urdu para ku. Ka qenë atë si fare, pa dhënë djala ka. Primi mirë nga Eris Gjemajli. Gjeneti Sufi. Ekson Sinani. Met Milaku. Syla. Këtë topi prapa. Tek portieri Cyrus Margono. Kjo mund tjetë aksioni rrezikshëm nga venasit pasimin e qendër. Realizon Feronikli 74, mirë po pati offside, thot Ansori, I cili ngriti flamurin lart. Do në nësone dhe ju vetë situatën të ndërrua shikues, dore ngritur lartë nga Visar Kastrati. Rezultati mbetet 0-0. Ekson Sinani. Me atyre që është duke vrapuar mësë shumë të parë, shem se është Granit Musa. Drashia ishte lojtari që dërgoj topin në rjetë, mirë po pati offside në momentin e nisjes aksionit. Minuta e 40. 0-0 rezultati, shumë pak raste të krijuara. Fokusuar më shumë në mbrojtje skuadra mysafire.
Vetë kujdesin që janë duke treguar të dyja skuadrat deri tash të ndëruar shikues, dëshmon më së miri që rëndësia e pikëve është e madhe për të dyja skuadrat. Pak e vrejtur deri tash Hekuran Berisha. Topi në zonë. Nuk ka asgjë, do t'jetë vetëm ansore. Tre minutat e fundit në pjesën e parë. Në duelin e mes të Suarikës e Gjilanit, mysafirët janë e përsi prej 0-1. Ndëryn Met Billaku. Më kërkuese skuadra e Feroniklit 74 në pjesën e parë. Rëndësoj një herë, mirë po goli anullua për shkak të offside-it. Nuk shkon topi tek Morlaku. Rivënja ansore për ekipin nga Drenasi. Ne po shohim pasim të Bardhokut në të djathtë. Shumë aksione u nisën nga krahu i majt nga lojtarët e Dukalgjinit. Bardhoku. Egzon Sinani. Suarika ka parazuar rezultatin 1-1 ndaj Gjilanit. Arem është nisur, s'ka pasim për të. Ftohet Musa në aksion, Granit Musa e mban topin brenda vijave kufizuese. Granit Musa. Kthe topi prapa. 2 minuta shtesë janë dhënë në pjesën e parë.
Nisë dhe Lezaj. Erlis Gjemajli. Sinani. Këtë topi tek Sinanin nga Vitor Hugo. Gjemajli. Shojmë rastin e mysafirve, mirë po, largohet topi në momentin e fundit nga mbrojtja vendase. Shkon tek topi Ilir Syla. Met Milaku. Qasën e fundit në pjesën e parë. Lezaj. Apo në pasim ton Bardhoku. Tjetër pasim për para. Shumë pritet për sinjalizim të pjesës e parë nga Visar Kastrati. Pjesë e parë me shumë 2 apo 3 raste kërcënuan vendasin, ndërsa mysafirët të fokusuar maksimalisht në mbrojtje. Ka nisur pjesa e dytë e përballjes. Shojmë këtë të përpara në drejtim të Hekuran Berishës. Vitor Hugo. Syla. Odis, bra passer till toppen. Bra Mario. Bra Mario. Të ransore për mysafirët në fakt, që kanë iniciativën në këto qastet e para të fillimit të pjesës së dytë. Këto beshte në drejtim të Mutrazhias, lojtari që realizoi në pjesën e parë me golit të cilit u anulua për shkak të pozitës jashtëloje në duelin tjetër që është duke u zhvilluar. Suareka Gjilani 1-1. Tamo të më herët nesër zhvillohen 2 duele tjera të kësaj gjiroje, Drita Feriza i Malisheva Ballkani, ndërsa të hënën nga ora 20 Prishtina e pret Llapin në Fadir Vokri. Vitor Hugo. Ja ku është Armend Kalili, futbollisti që
rrezikoj një herë gjatë pjesës së parë. Komutov. Ja, kjo goditje provon Met Milaku. Kërcënimi I parë serioz nga mysafirët në këtë ndeshje. E fuqishme goditja e Milakut, mirë po topi shkon mbi portën e Simone Moskin. Tjetër top në zonë, intermenon Musa, Dorent Avdyli. Edhe njerë këtë topi tek Granit Musa. Sinani. Ekson Sinani deri tek Met Milaku. Pasimi përpara intervenon kapiteni Lapidar Ladrovci. Rivenian Zore. Opet loja deri tek Djeriti Sufi. Tjetër aksioni mysafirve, Komutov, dënon që të vërtoj, blokohet. Javis pa top! Bravo Muso! Çok iyi! Shumë kërkuesi skuadra mysafire në këtë pjesë të dytë. Mërlaku marrin topin vendaset, niset Alit Maloku, cili blokohet nga Syla. Isufi. Janë krosimi ti krejtësisht I parëzikshëm. Løpen hapsir Mardjon. Shumë hapsir ko për me lypte. Ja! Saki! Sinani. Në rasti tjetër del Simone Moskin I përmendshëm. Vetët 0-0 rezultati.
Ka ndryrje të paregullt. Është fauluar Met Millaku, lojtari që e pati rastin për të rrezikuar më seriozisht sportin e Moskë në minutën e 49, mirë po golia e tij edhe pse e fort nuk përfundoi në katërkëndshin e mbrojtur nga portieri italian. Goditja lirë për mysafirët. Mërlaku e Vitor Hugo janë afër topit. Altin Mërlaku provon, është blokuar goditja e tij. Shkon në zonën e portierit Markono. Bravo, Ciadi, bravo Anel. Bravo Maluku. Marin, maki zir. Taş kulli. Hadi işte. Go Marin, in middle. Kujdes! Komutov. Tjetër tentim në një shfaqjen të rrezikshëm përpara. Futbollistët mysafir e kaluan 10 minutat e para në pjesën e dytë. Flak të kara! Maluk! Marrë shumë seriozisht skuadra e Dukangjinit në këtë pjesë të dytë.
Tjetër aksioni Dukagjinit, Valentin Mërlaku. Tani kanë ndruar rolet nëse e krahasojmë ato deri në pjesën e dytë. Skuadra e Niklit është duke u mbrojtur. Dukagjini skuadrë më aktive në fazën e sulmit. Plan të parë Endrit Morina. Njaku është Dienit Isufi. Mundësia tani për Vandaset, nuk ka ndërhyrje të parrekullt. Aksionin anën tjetër. Isufi. Jetja Isufi, kjo goditje me të vajtën e parëzikshme për Simone Moskinin. Të 61, ky ishte rasti pak më parshëm. Granit Musa u rrëzua, mirë po ishte gjyqtari Visar Kastrati. Ndalet loja, do tjetë kartoni verdhë. Maluk! Karagunis është ndërshkuar. Tjetë goditje e lirë, minuta e 63. Sufi, numri 47, Dienit Isufi, pra. Pak minuta më herët tentoj që të rrezikoj portën e portierit të Moskin, por që goditja ati ishte parëzikshme, është duke qaluar Mërlaku. Shpresojmë që do tjetë gjithë shka në regull me ta. Goditja e lirë tani për Dukagjinin. Tjetër herë blokohet
topi, ishte një tentim nga Vitor Hugo. Ilir Sylla. Tun Bardhoku. Kthehet në vendin e tij Ekson Sinani. Rushton topin Moskin. E ka dhe ndërhyrje të parregullt ndaj tij. Plana do t'jetë në lojë në vend të Met Millakut. Të largohet edhe Vitor Hugo, të cilin e zëvendëson Neziri. Vitor Hugo e Millaku largohen. Neziri e plana në vend të tyre. Shohim Armend Halili në krah. Armend Halili provon krosimin, i ullet ishte që u largua. Tjetër venjansore për vendasit. Tek Feronikli 74 do t'jetë Sokol Kiçina i rikthyer në skuadër, largohet Marin Mudrazhia. Kute 66 tjetër korner për vendasit, shkon të këndi Florent Avdyli. Në 25 minutat e fundit të ndeshjes. I lartë krosimi, kjo golitje me kokën nga Armend Halili, është era e dytë që provon. Edhe në pjesën e parë arriti që të gjuaj Armend Halili. Golitja e tij ishte qendrore, kësaj radhe topi shkon mbi portën e portierit Markono. Realizimi ndërhyrën e Ekson Sinani. Ekson i shpejti Tukaxhinit. Vërtet ka marrë pa me të bukur stadiumi Recep Recepin në Drenas. Të dobe prapa tek Cyrus Markono.
Topi e Florent Abdyli, minuta e 69. Krosimi i Abdylit. Është reaksioni i vendasve. Këtë një përpasuar në qendër, largon në Bardhoku. Retimi për Krosem, korner tani për Dukaxhinën. Toneziri është ai që provoi krosimin. Ekzekutohet ky korner nga Tun Bardhoku. Krosimi i Bardhokut. Ndërim për një moment Halili. Tjetër krosim në zonë, kap topin e sigurt Simone Moskin. Presioni është nga Zekolli, dalin mirë nga kjo situatë mysafirët. Një 10 minutat e fundit. Shojmë ja rasti për Dukaxhinën. Vjen në ndërhyrja, ka lojë me dorë nga Altin Mërlaku. Ku është Ismet Munishi, i cili për shkak të kartonëve nuk pati mundësi që drejtoj skuadrën sot. Komutov. Plana Godet, topi është devijuar, tjetër moment i vështirë për portën vendase. Musa, nuk na duhet ajo atje. Zeko. Kujdes. Bravo Malok. Son Bardhoku. Topi është devijuar, do t'jetë rivënje fundore për portierin Moskin. Jap.
vëmendshëm në mbrojtje vendaset. Sërish patëm offside. Gjata është lojë. Është në lojë ka hyrë dhe Dardan Marina. Gjata, si jetë plana, du t'jetë ansore. Minuta 77, ndërkohë në përballjen tjetër me Suarekës e Gjilanit, rezultati është 1-2 të kuq nga Gjilani i kanë rikthyer avantazhin. Përpjekje e skuadrës mysafire, ja të shojmë, krijohet hapësira, vjen krosimi. Të vëmendshëm në mbrojtje futbollistët vendas. Ati shma lëvizje kam bani me ato. Tjetër zëvëndësem loje ka hyrë si
Zaganjori. Ashtu edhe Liz Demiri do të jetë në fushën e Blert. Largohet numri 15 Muharrem, jedoshë nga Maqedonia e Veriut. Qetis vetë Munishi. Është reaksioni mirë, po e menjashme ndërhyrja. Tjetër korner për Dukagjinin. Te kënde Altin Morlaku. Nisët Musa me njerë pasimit I për para. Nuk qenë bashkëlojtarë të lirë. Margono. Të me shko vetëm tëri tek zëvendësuese e Brima Gjata. Gjata. Edhe një krosim tjetër. Vazhdon aksioni me Gjatan. Tjetër krosim, çfarë mundësi e mirë për Dukagjinin. Plana, bukur, goditi me kokë. Pas krosimit të Gjatas mirë, po fati nuk është me ekipin Gaklina. Krosimi mirë Gjatas me shumë fat, portieri Simone Mosken, bukur godet. Zëvendësuese Albion Plana. Loja është më e hapur në pjesën e dytë të razuar me 45 minutë në parë. Nga bën krejtësisht Vladislav Komutov. Njëzët e 6 vjeçari Ukrainas Vladislav Komutov, lojtar që erë dhe Dukagjini vitin e kaluar nga ekipi Vest Armenia, lojtar që kaluajtur edhe për ekipin Olimpikut të Donetskut, skuadër e njohur Ukrainas, e po ashtu edhe ekipin tjetër Ukrainas Chornomorets. 83 minuta kaluan.
rregullt. Bravo Lili. Lucky. Ja, krosimi nga Rent Avdyli. Gjota. Kontinuitet të pa rregullt. Minuta 85. Robi, stop! Kohët zëvendësim. Por farem, për i përmëra. Po shofere o bo. Nga pëllon. Këtë trenerit të rëmë po. E qanë do? Qa u bërë brend? Që dhe dorë. Po, të rapëllon të kushtër të vëllo. Po, në normal brend. Krejtësisht në Finipsh jemi duke pritur që të rifilloj loja, do të kemi disa minuta shtesë me siguri pasi patëm disa herë ndërprerje të lojës. Të kusuara të dyja skuadrat të ndëruar shikues. Ka dhe shumë raste të krijuara, shumë pak në pjesën e parë. Pjesa e dytë ishte më hapur nga të dyja palët, por që rrjetat e të dy portierëve nuk u prekën. Njerë shënoi Veronikli 74 gjatë pjesës e parë, mirë po goli u anulua.
do të rivelloj loja. Shtë plana lojtarit që u lëndua. U vetë lëndua në saktësisht një atendim për të larguar topi. Po zhvillohen sekondat e fundit të kohës rregullt të kësaj ndeshje. Të shohim se sa do të kemi shtesë, me siguri 6 apo 7, ndoshta edhe më shumë. Tet minuta shtesë. Njërë për para Tukagjini provan goditjen atje. Kuran Berisha, por që dhe njërë blokot, e më pas edhe Gjota Gjuan. Kara, be careful in second ball. Është ndërhyrje pa rregullt. Rritje lirë. Krasimi nga Avdyli. Sigur në ndërhyrje Margono. Kjo goditja s'pak e rrezikshme për Cyrus Margonon. Shumë e dobët ajo gjuajtje. Dëryn Khalili. Kujdes, komuniko ljop! Bravo! Që dole për para e Musaferve. Atëri mundësia për Feronili 74, nuk ka fallë shkaktuar. Premi mirë nga Florent Avdyli, tjetë rivali ansore. Isi! Zaki! Ljuj, Morin! Të ndominerojnë nga ansoria Syda.
Ja, ku është edhe lojtari me numrin 8 Dardan Morina, i cili hyri në lojë para pak minutash. Sokol Kiçinës. Sinani. Tjetër mundësi për Feronikli 74, presioni i Sokol Kiçinës në Sinanin. Dhe tani është ndërhyrje pa rregull që majni falohet. 3 minutat e fundit të kësaj ndeshje janë duke u zhvilluar. Minuat kartoni verë për Sokol Kiçinën. Bravo! 2 minuta loj kam mbetur. Vertikalizim mundësia për Venosit, shojt për rasti për Feronikli në 74 dhe 1-0. Shërojnë Venosit në minutën e 7, shtesë të ndëruar shikues. Festa është e madhe nga ekipi Vendos. Shojmë edhe njerë, nuk pati këtu offside. I shpejt lartë Zekolli, cili në këto mënyrë arriti që në poshtë portierin Cyrus Margono. Krejtësisht në fund të duelit, lartë Zekolli shënon për 3 pikët e skuadrës nga Drenasi, me që atë është duke u verifikuar. Goli ekziston, thot Visar Kastrati. Super vertikalizim nga Lis Demiri. Për mrekulli arriti që të përfundoj aksioni lartë Zekolli. Minuta e 9, shtesë të ndëruar shikues. Visar! Zonat pritet sinjalizimi për përfundimin e duelit nga Visar Kastrati. Minuta 97, lartë Zekolli realizon. Tjetër pasim për para. Lis Demiri blokohet nga Ekzon Sinani. Topi i takon Cyrus Margonos. Bravo!
Do shtë tjetë aksioni i fundit nga Dukashini. Rasti tani për skuadrën Mysafiri Topi që përfundon në duart e Simone Moskin. Ka offside, thot Visar Kastrati. Ose viton Feronik në 74, të ketë 14 pikë, do të mbetet në kuotën e 25 pikëve Dukashini, mirë po. Konë shumë largë dy skuadrave, vendit të 9 dhe të 8 është skuadra e Niklit, po ashtu edhe të 7 që është Ferizaj. Luan Leshi e zëvendëson Leart Zekullin, autorin e golit të vetëm në këtë ballafaqim.